Shëndetje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në program. Natyrshëm kisha një buzëqeshje sepse nga që punojmë të gjithë me shumë pasion në botën e televizionit. Televizionet në vetvete janë në një krizë, por puna që bëjnë njerëzit brenda tyre është punë e madhe, shpeshherë e pavlerësuar. Nganjëherë me njerëzit e televizionit jo vetëm ata që i shohin, por edhe ata me të cilët punojnë kanë një ndjesi se është për të thënë ata sikur jemi njohur shumë. Por ndër faktu unë sot dua të përshëndes disa njerëz. Fjala vjen kolegët e mi të kamerave këtu. Janë Gentian Ago, Elis Kasaj, Florence Hysa përballë meje. Pastaj dua të falenderoj në veçanti për gjithë këto sezone të jashtëzakonshëm producentin më të mirë që ka Shqipëria aktualisht, i cili quhet Rudin Feka. Po gjithashtu një koleg shumë të dashur e të respektuar, Ardit Zeneli, që më ka ndihmuar mua shumë në këto kohë të vështira organizimesh të programeve televizive. Dy regjisorët tanë, Eland Qeti, që tani është në transmetim, dhe Florian Hysenaj, me cilin kemi bërë her pas here regjistrime e pjesë të transmetuara kur ka qenë në transmetim. Dua të falenderoj e të përshëndes Ronaldo Likën për vetmohimin dhe pasionin dhe devocionin. Dhe gjithashtu Dorian Hysenlarin, i cili gjithmonë më vendos mikrofonat në ankimet e mia të vazhdueshme, pa u mërzitur asnjëherë. Të gjithë të tjerët që punojnë ke syri kanë vlerësimin e madhtimin për një rezistencë shumë të madhe në mënyrën e të punuarit, në kushte shumë të vështira të një shtrysnie të madhe politike, dhe jo vetëm që bëhet, është edhe natyra njerëzore shqiptare, gjysma kundër gjysmës, me urrejtje, antipatie, xhelozi, që ne në botën e televizionit e kemi ndjerë pothuaj gjithmonë. Por ne dim dhe një maksim tjetër. Ne nuk pyesim për asgjë, ne vazhdojmë përpara për të bëjmë atë që duam shumë. Vazhdon protesta dita e 59 në lidhje të drejtë për drejtë. Do të dua të lidhem tani me një prej organizatorëve, Lisandër Saracin, që unë kam intervistuar që kur ka qenë herët djalosh i ri, ndoshta i vogël. Ai bashkë me shumë të tjerë organizon tashmë një protest të jashtëzakonshme nga pikpamja e formës dhe e përmbajtjes. Jo vetëm në numra shumë të mëdhenj, por sidomos në kreativitet dhe në ngulmim i ashtu quajturi revolucioni i flamingove, i cili bëri atë që nuk ishte bërë dot, pavarësisht nga puna e madhe që kanë bërë gjithë grupet opozitare, Partia Demokratike, partitë e tjera opozitare, njerëzit opozitarë në këtë vend që nuk kanë qenë janë as në një parti, po që janë kundër instalimit të diktaturave të reja. Nuk e di nëse e kam Lisandrin? Okej, atëre më thonë që shumë mirë. Më thonë që i ka rënë bateria Lisandrit dhe do të përpiqet vendoset me ne në lidhje, po ju po shihni protestën. Protesta do të vazhdoj. Për gjithë ata që bëjnë pyetjen a do të vazhdoj protesta, padyshim që do të vazhdoj, thonë organizatorët. Mund të ketë shfryrje dhe të kurje për shkak të pushimeve, por shtatori e tetori e më vonë, kështu që kryeministri Rama nuk mund të luajë më me qeveri të tjera apo me akrobacira, sepse nuk i shpëton më vendimit popullor për ta përcaktuar atë eksaktësisht ashtu siç është. Pas pak minutash në studio do të vi analisti e kolegu jon gazetar Artan Hoxha, dhe ndërsa në pjesën e fundit programit unë do të flas këtu në studio me nënkryetaren e Partisë Demokratike, nënkryetaren e re të Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të fundit, zonjushën Erisa Bayaziti, për një këndvështrim të ri, jo vetëm të sajin, por edhe për të kuptuar se sa ndryshe o të ri mund ta ketë një njeri në një parti të organizuar siç është Partia Demokratike, ose lëvizje, çfarë është ajo, por sa mund të jesh ti ndryshe, modern, liberal ose jo, sa të lejohet brenda një partie dhe sa partia ecën në unison me individët. Dhe Partia Demokratike ka ndërmend të vinë në pushtet për të bërë disa gjëra të mëdha. Për këtë do ta pyesim zonjushën Bayaziti dhe jam i bindur që ajo do të ketë përgjigje. Mirë, shohim nëse e kemi